Rritë edhe numri i votave për lidhjen demokratike të Kosovës. Tash nuk e di çysh do të jetë bashkëpunimi para zgjedhor i LDK-s, ndoshta edhe mundet me na dhënë ndonjë informacion. Po shiqanë unë kujtoj që partitë cilat dojnë me prodhu një rezultat zgjedhor të mirë, duhet jenë të hapëna. Do më thënë, në kuptim të nismës ende nuk ka pas asnjë debat minimal, s'ka pas në tavolinat ku kemi qenë ne. Nuk ka asnjë përveç takimi cili ka qenë që kemi po, ne nuk ka pas asnjë debat. Zoti Xhaferi, ju keni pas marrëveshje temi me nismën na për Prishtinën, tash në zgjedhje lokale, nuk është se keni bashkëpunuar. Absolutisht, jo, ne kemi bashkëpunuar me nismën në Prishtinë dhe këtë nuk e mohoj sepse ne realisht në Prishtinë kemi pas, por në çdo tavolin ku diskutohen këto, nuk është hap tema e nismës me lidhjen demokratike, përveç takimit i cili ka ndodhur me kryetarin. Për te kësaj, skenën politike në Kosovë, dëshira ime është ta shoh ashtu. Do më thënë të qetë, ku takohen liderët politikë dhe diskutojnë... A je për një koalicion me problemet, po personalisht është diçka tjetër. Dje konfirmuar që do të marrin pjesë zgjedhje, po s'dihet me kë. Absolutisht, unë kujtoj që nuk është vetëm lista për familjen, ka dhe shumë personalitete të tjera të cilët do duheshin të mirëshin në listë, sepse LDK-ja do duhet të ishte hapun në orientim edhe të votave të cilat do duhet të merrte për me pretendu që me pas rritje karshi edhe politikës cilin e kemi djek deri tani. Çështja e koalicioneve parazgjedhore? Po, edhe unë e kom dëgjuar që veç se ka biseda të tilla, tash ne kemi përvojën në Kosovë që ka pas shpesh koalicione jo parimore, të cilat nuk është që ju kanë qenë dobishme për partitë, për asnjëra. Ne kemi plot raste ku partitë kanë dalë shumë më keq në koalicione se sa kur kanë garuar vetëm. Dhe kjo mundet më përsërit prapë. Tash nëse e shohim Në 2017, AKR-ja me LDK-n ka qenë koalicion parazgjedhor. Kanë qenë edhe elektoratët kanë qenë paka shumë të afrume. Është këgja probleme po ku përfundon LDK-ja, fillon AKR-ja. Edhe ideologjikisht, nuk është që në shumë largës, po kur kemi koalicione që veç hajde të bohën bashke, për shkak se kemi një kundërshtar që atje, të dalë mendoj që mundet më paraqit pastaj më kthye si bumerang. Po, mendoj që LDK-ja ka edhe një problem të madh çështja e leadershipit saj, ne jemi dëshmitar që atje ka goxha shumë probleme brenda dhe do të varet shumë edhe në çfarë mënyre kryetari apo kryesia apo këshilli i përgjithshëm do të arrijë që me akomodue listën, sepse dim që edhe gjatë hartimit listave ka pas probleme dhe gjatë hartimit listave, ka pas njerëz shumë të knaqur, njerëz të cilët kanë qenë fytyra eminente të partisë dhe janë vendosur dikon numra krejt jo reprezentativ nëse mund të them kështu. Edhe sigurisht që është shumë e rëndësi programi edhe mbi të gjitha është shumë e rëndësi narracioni i tyre për rëndësinë e programit tyre, fitores tyre, po mbi të gjitha qysh këta kanë me mujt me arsytue këtë abstinencë totale tyre për 9 muaj ditë në këtë moçal politik që e kemi pas prej shkurtit të këtij viti. Po shqeqeni, kur ke përballë një kryeneci politike të zotit Kurti, është realisht askush nuk mund të arsyetoj një logjik të tillë të bllokadës në kuvert